Pika tjera kanë shumë me shqiptimin e ankesat të konsumatorit, I kisha lutë gjitha mediat me na mirë kuptu me qenë se për shkak të privatësisë, kalojmë në seancë të mbyllur dhe vazhdojmë me pika tjera të rendimit. Të media, prezant këtu dhe përnasonin fund javë shumë I komunikat, për një diçka të I rëndësishëm. A mundi me na liru sollën me vazhdu? Jo, para e përgjigjes përgjigjerojmë, a mund të shmë na tregu përgjigjen? Përgjigjen e mort me përmes raporteve që janë edhe do t'i publikojmë Ti do të na thjeshtu neve, sepse na si jemi eksperta, atë zhvesë. Atëherë nëse s'ka komente po hedhim votim, kush është? Atëherë konstatoj që me 5 vota për, asnjë kundër, aprovohen të hyrat e ligjore maksimale për OST-OTN për vitin relevant tarifor 2025-2026. Atëherë vazhdojmë me pikën e radhës, zoti Boshi. Pika e dytë është shpëtimi I propozimit për aprovimin e hyrave maksimale për OSSH. Edhe këtu do të thotë po ndalim vetëm në revidimet e kostave që kanë ndodhur tek blerjet e energjisë, përkatësisht çmimet e importeve dhe çmimet mesatare të blerjes së energjisë. Fillimisht domethënë janë marrë çmimet e 28 shkurtit vitit 2025. Mandej këto çmime I kemi revidu edhe për blerjet e energjisë edhe për alokim të kapaciteteve, ku çmimet më herët për import kanë qenë të njohura 147 euro për 1 megavator, kurse pas revidimeve këto çmime propozohen me qenë 145 euro 76 cent. Pika tjera kanë shumë me shqiptimin e ankesat të konsumatorit, I kisha lutë gjitha mediat me na mirë kuptu me qenë se për shkak të privatësisë, kalojmë në seancë të mbyllur dhe vazhdojmë me pika tjera të rendimit. Pse nuk keni kryer monitorim të blerjeve të energjisë elektrike prej vitit 2021? Në mes në përgjigje. Na tregoni këtu para qytetarëve pse s'keni kryer, domethënë mandati I ZVS është me bë monitorime. Pse s'keni kryer monitorim të blerjeve të energjisë elektrike prej vitit 2021? Tregoni qytetarëve. Kjo është pyetja esenciale. Ju jeni rregullator, ju bëni monitorime. Pse s'keni kryer monitorim të blerjeve të energjisë, sidomos për import? Ka publikuar përgjigje. Jo, s'ka keni kthyr me email. Ja, është përgjigje e përgjithshme. Na mundeni me ditë zonë rritja? Nuk ka ja diskutuar me Sharu. Sharu komunikat, tash dhe komunikat. Pse atë se na vini ftu? Ku është ideja na me qenë prezente dhe mos me ndrimë kuptu që ato çka ja u shumë I komunikat, që komunikati mi ndjeton këto media, prezant këtu dhe përnasonin fund javë shumë I komunikat, për një diçka të I rëndësishëm. A ketë këtë? A kemi të drejtën e Mund të ja kushtu media 10 minuta mi marrë të përgjigje për na duhet. 10 minuta. Mos I drejtës. Sa ka mundësi të edhe në fundin mos me marrë përgjigje ti duhet. Procesi për saktimit. Mos u lidhë me vetë, domethënë çka na keni thirrë atë. Për me dalë ju televizorë. Kjo është e hapur për ashtu. Do ne të mbyll prej fillim, na zvim hiç, edhe ju vazhdoni se po në xhaxhit merrni vendime që shtyteket. Domethënë nuk personalisht si qytetar nuk e di as çka keni bërë. Në sens moral. Sepse ti nuk po merr përgjigje çka po të vë djalë, çika. Pikërisht, domethënë një shtregu fatura është sa përqind është. A mundem me ditë sa përqind? Po thjesht më shpjegon. Ose me Petrit se na keni thirrë mbledhje me përcjellje keni hapur nuk po kanë mbyllë ti nuk sheh këtu hiç. Domethënë tash bash po ti më the kur gjë, nuk I përgjigjesh pyetjes. Ja, s'është. Mos I thotë përgjigja e ekspedisa për çfarë ka strukturë. As në moment se mora vesh. Domethënë çdo 435 milion. Kanë ka zotë zotriu kryeshi ka dhënë në konferencë për media, masi që u kry mbledhja dhe me na tregu saktë çka është marrë vendim, sa ndikon shtrëngimin e energjisë elektrike, cilat janë tarifat dhe gjithçka tjetër që u diskutu me fjalë të thjeshta, çysh ka ndodhur edhe në mbledhjet e është rritja. 100% është rritja. Tash ti ma fal konsumator. Tregon 100% Po.
tjetë me bo. Kusë Se jemi për qytetarë, cilëve na prejkë dhe neve, në pëse jenë gazetarë, nuk jetojnë në hanë, për shumë. Kosova dy se s'pe të regojnë, sepse dallimi është shumë i vogël, besoj. Do të thotë jemi bashkë, jemi të pozimi para prapë, çfarë jemi. Do të thonë kanë bërë revidime kështu shumë. Agon, domethënë tash biznesit kanë ndodhur në treg të hapur. Rrjedhimisht kemi pas konsumator më pak. Atëherë unë e konsideroj që këtë se onës Ka nuk pagu për i qytetarë. A mund të rrimë nga treg të sosh përqindjave? Nuk ka posë konferencë për me ne kësashtë të fillën takimi. Takimi është i hapën me gjiru bez pak. Takimi është i hapën me gjiru në gjithë detaj. Se që më kërtuar në pini gjiru. Më falë, një minutë, diçka qarë. Jemi mbjetë tonë këto media dhe ti po na thu që nuk e keni të drejtën e me bo pytje. Qysh? E pse na ke thirë pra, me bo filma këtu apsemi na këtu. Na jemi këtu me atë si qytetari që ka po falni. Sa, ta mundi me konë shumë thjesht qarë. Sa përqend është rritë? Ledhja është Cili është vendimi? Sa përqend është rritja? Veç sa përqend është rritja? Ne komunikat keni me marë përgjigjen që sa... Qysh komunikat na përgjigjen? Se pi vjen ka që vështirë, më falë. S'po kuptoj. Një përqindje. Ku është ideja na mi u gjiru që shtë të mkone dhe në fund të Mune i veç për në liru solën, mos me detyru me liru solën. Kisha lutë me gjithë me në liru solën. Kisha lutë se kjerë në se brejtë së në detyru me kriu kushtet me vazhdum tjene. Se ju përqen nuk e mi u gjiru që ka folni, ka diskutoni për një diçka të cilin nuk keni heq të qarë. Për vendimin e një. Veç përqindja. Sa përqen që rritë prima, shkaq, për në tjeshtë. A munit me në liru solën me vazhdum tjene? Jo, para e me në liru përgjigjerojmë. A mund të shmë në tregu përgjigjen? Përgjigjen e mort me përmes raporteve që janë edhe do t'i publikojnë pas Sa, Ti do të na thjeshtu neve, sepse na si jemi eksperta atë zhërës. Po jesë në herë me au thjeshtu, ne ja publikojmë që tash komunikatën edhe Po se me një shkirë në raport, sa që 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 tash. Se në pri komunikat, në nejtë një orë që i do dhe në fund ramë përsu një komunikata. Absolut. Jo, neve jo. Ne e një orë që fikës, ne e në ndër një sus Na jemi ndër një sus për informacioni. A më një vëra që përgjigje. A më një Sa vëra përqend për veç një fjallë, shumë e mirë ta kolegë. Ose le të me Kjo me strukturën tarifore, kjo është me të hyrat e liura maksimale, i pot raportet, propozimet prej stafit profesionale dhe aprovimin. Ne do ta shojmë edhe një komunikat për media, ishin gjitha diskutimet rreth këtij procesi janë të publikune. Ju kisha lutur edhe një herë me na liru solën me vazhdim me thirrjen por që kisha lutur kolegë që na lejojnë këtë proces. Mos ma le kryesuesit për përgjigje. Sa ka qenë marrë me propozim, edhe sa është marrë sot me revidim tash. Unë e thamë, për ose shën, të tregu 214 milion euro, 180 është realizu. Për FSHU-n, 447 i aprovu në 435. Kështu që vazhdojmë se kemi problem me thonë edhe për sinjtë, s'e kuptoj. Se edhe zonë ai proces, është jo venashme ai proces. Kështu që jo venashme, ju kishim lutë me na liru sollën kolegë, ti kisha lutë me liru sollën me mirë kuptim për shkak se na me asaktu çka po jo venashme, çka është ai proces, se s'po kuptoj. Sa kalkulime po doni mi bu për shtrenjtë. A në se përmende vetë jove në ashme komi këtë qenë qaj proces, farë procesi? Apo me na liru sollën me A le den që me trikit e me kisha lutë me na liru sollën kompletën me vazhdimin. Jo, po sinqerisht edhe me në qitë mu me zotë të smullë. Jo, mëre po me na mësu, veç s'pe prisim. Ama, unë e ti përgjizim për një, del për triti jashtë ta i thotë, na për të lojë të vërte e vjetë. Kur që tjetë është politik? Qatë komunikatë që ti me ma shumë muzit, ma thotë me triti që atë, sepse jo marrë me orës, kur e këtë saktu të ishtë dhe më të rri për i qatë. Me marrë vesh sa ma kështë rajtu rrymen, ti po më thu do shifra atjetë cilat nuk i marrë vesh asun, e le ma ajo plaka në marec, atë që se vajdina se jo falimderit ti. Ose e ka me dojnë këtë nga përgjizë, se nga përpojnë së të lukë. Qështë dush? Hajde dhe këshyrë Jemi shumit. Jo, nëse nuk na e përgjiti nuk e lirojmë asnjë, se me liru. Na e të një orë, për rreth një orë, për me të gjuhë një diskutim të cilin nuk të përgjo. Edhe që është tepër i koklavit të qytetarë. A ka nevoja në për kalkulema? So është rritja, fiks. Fiks, so është rritja. 400 milionë në bugjeti, 435 e kitash, biznesit kanë ndonë në trekt hapun, që ato 435 milionë i mbulojnë qytetarët, rrëdhimisht i bje ki konsumator më pak. Sa është përqindja
e shtrejtimit të energjisë. Kaq, shumë e thjeshtë. Unë po e lës që shumë e thjeshtë. 13-15-14% sot. Abon mes di sare, do voglio sot se dini përgjigje. Dini sot përgjigje. Okej. Petret, a mund është më në A do ne me jepë të do në shënaj? Po shumë e rëndësi, me ditë qytetarë, kemi bërë përgjigje, po s'kemi marrë përgjigje. totalisht të favorit ke marrë përgjigje. Kemi marrë përgjigje për zësuesën. Mo në pyetjen prapë me shkrimin atë do me shkrim. Shalot me lani. Po s'po i këthani as me shkrem, fal. Ju kthej çdo gjakin me pas publikume. Tani do të sigurohemi që çdo përgjigje të mësuesve që kemi. Që shpërritën tani pa monitorim. Çto shpikon. Domethënë ju besoni për brysht raporteve që janë dërgon kesë. Nuk ka monitorim, s'ka verifikim të investimeve, s'ka kurrë. Që do mandati zëdhejës, që do mandaton, është me monitoru. Do është transparenca o të Shumë, tepër, do. Ja, zakonisht do. Edhe kur gjo nuk rioni me këtë qasje, më një vetë se një amici kopja. E dëmshme për juve dhe për krejtë, është e dëmshme për demokracinë, që shka e një të rejtë. Është një lezim të i përrezishmë që prej gjepin e se cilit qytetarë nuk jemi të përmebo asë shohë, po bo të fjallë për i diqka të i për të rezishmë. Full on.